Allahu subhanahu wa ta'ala cilësohet me cilësi të përsosura dhe me emra të bukur. Dhe besimi i ehli sunetit në lidhje me cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala në përgjithësi është se i pranojnë ato cilësi me të cilët Allahu e ka cilësuar vetveten, pa i mohuar ato, pa u shtrembruar kuptimin, pa i komentuar domethënien me komente të gabuara dhe pa i përngjasuar ato me cilësitë e krijesave. Allahu i lartësuar ka cilësi dhe në këto cilësi nuk i përngjan askujt prej krijesave dhe bazë për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk i përngjan Allahut subhanahu wa ta'ala askush, nuk është i ngjashëm me të dhe ai dëgjon dhe shikon. Pra, ky ajet është bazë në lidhje me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala në përgjithësi. Pjesa e parë e mohon që dikush t'i përngjajë Allahut në cilësitë e tij dhe pjesa e dytë i pranon dhe i pohon cilësitë e Allahut, cilësinë e dëgjimit dhe cilësinë e shikimit. Allahu dëgjon dhe shikon pa i përngjasuar dikujt prej krijesave, ashtu siç i takon madhërisë së tij. Në kapitullin që jemi pra për lidhje me Kur'anin famlart, tham se ehlu suneti beson se Kur'ani është fjala e Allahut dhe kjo ishte e veçantë dhe ehlu suneti në përgjithësi beson se prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se ai flet. Ai flet, i flet kujt të doj, kur të doj ai dhe ashtu siç dëshiron ai. Dhe në këtë nuk i përngjan askujt. Allahu subhanahu wa taala prej cilësive të tij është se ai flet. Dhe Kur'ani famlart është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Besimi i ehli sunetit në lidhje me Kur'anin është se është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kush prej grupeve të devijuara beson ndryshe, padyshim se kjo është dalalet dhe devijim, sepse Allahu e ka quajtur Kur'anin kelamullah, fjala e Allahut. Dhe i ka thënë pejgamberit alayhis salam që ti nëse mushrikët kërkojnë paqe dhe mbrojtje, pejgamberi alayhis salam t'u mundsoi këtë hatta yasma'u kalamullah. Derisa ta dëgjoj fjalën e Allahut, është për qëllim Kur'anin fisnik. Dhe ne besojmë se Kur'ani është fjala e Allahut, nuk është diçka e krijesave dhe nuk është i krijuar.